Përshëndetje për krejtjove gangstera, mirë se erdhë në këtë video. Unë jam Mia dhe në këtë video të me thonë unë jam duke bë që këtë video vetëm për me ju të regu se çka është bo, po e di që nuk duhet me bë këtë sen, po pe bëj për shkak se kom për kra jashtëzakonisht shumë në TikTok, do me thonë gjestin edhe po do me i shpreh ngushëllime edhe në përmjet kësoj videos, do me thonë gjestit për shkak se është një ngjarje shumë e rëndë që dje me 26-in të me thonë e 9 muaj 2025 ka ndruar jetë vëllau i gjestit në mënyrë tragjike duke bërë aksident me një motociklet që janë me 4 kolca me një vetur tjetër, plus o kanë edhe një djalë tjetër atë, për atë djalë tash nuk e di ma është ende gjallë apo jo për shkak se ka shkuar në spital edhe sinqerisht pi ngushëlloj familjes Kelmendi edhe Allahu ju dhash sabër familjes Kelmendi, po ashtu për ndrimin e jetës së Kelmendit së Eldionit, Allahu e mëshiroft me xhenetin Firdaus. Edhe sinqerisht gjej kur e kom marrë lajmin nga nëna ime të me thonë, sepse jam kon punë dhe kur kam marrë nga puna të hongër bukë dhe ma tregoj nëna ime të me thonë lajmin edhe sinqerisht si me thonë na karitova po thojna që na lëshoj traupi kejt. Sinqerisht po m'vjen shumë gjina për gjestin edhe një djalë shumë i talentuar që ka mbajt 2 Big Brothera gati një gjysmë vjeti ka nejt në Big Brother edhe më në fund e fitoj, edhe kjo është fotoja që u ka në natën finale edhe me këtë foto dhe me thonë desha me e bo sepse po shife që një familje shumë e lumtur ama qa me bo dhe me thonë najher Zotit sprovon atë person që e don, dhe me thonë familjen Kelmendi ka sprovuar shumë si që dim nga gjesti edhe zdi ma shumë nuk kom fjallë, po do me i ngushëllu familjes Kelmendi, Allahu ju dhash sabër edhe s'po di gjestit i urojm të bëj sabër sepse dim se çka është të humbish një pjesëtar të familjes. S'kam qa me thonë ma shumë, Allahu ju bekoft edhe i krejtjove edhe nuk është keq veç një ngushëllim me dhonë në koment, diçka tjetër nuk po du hiq. Video mbyllet këtu, faleminderit shumë, Allahu ju bekoft, bye bye.